prej ftyra publike që ka mas shoku, që është një prej shokëve të mi të ngushtë, është Finemi edhe me ta kom pas mas shtire me bashkëpunim. Forma, natyra e muzikës vetë nuk në kalon mullëshu shumë në humor. Çka po të ndihmon në këtë pjesën e kreativitetit? Të marrë parasysh që po besoj që secili ka ato kërkesat e tyre se çka dojnë me realizu, çfarë mesazhi dojnë me përçu, po besoj që më shumë ta besojnë ty, apo jo, këtë pjesën e... Në përgjithësi, 99% funksionon në qatë formë që na e marrëm një kërkesë prej biznesit ose çka do që kena me realizu, e shkojnë aty e shtjellu bashkë me Fitimin edhe Laurentin, si ekip që jena, të dhonë ideja gjithmonë vjen një farë spontaniteti e përfundimi është në qato që është. Po shpesh herë po paraqitni shumë edhe këtë pjesën e realitetit shoqëror. Po bëhet humori, realiteti, kështu që një kombinim shumë i mirë. Ndodh me gjetë komente që thonë kur kena me kish, jo kretë videat tona janë për me kish, po janë me pasqyru një realitet që është ndodh sot. Tashe, sa vite je ndoshta më aktiv këtë pjesën e TikTokut? 2 vite? Totali është 2 vite. Video e parë kujtohet ka qenë diçka që ka shku virale, apo... Unë fillimisht e kom nisë me zhvillu content për kjerët, punën si limor që akom punu, që atë dëshysh u kone e farë e shkëndia por që kom besu që mëj me bu diçka më shumë, masa nej Dubai edhe ja ku jena. Dhe ka qenë kështu një fush ndoshta që s'ka pas shumë, përshka që kemi mësu ma shumë e pa gjenim femrore krejt në pjesë tjera, po ka pas interesim edhe në këtë pjesë, a i përket veturave, një gjë që ndoshta e ketash edhe përditshmëri i ke zhvillu edhe në forma tjera, apo jo? Si fillim, me të vërtet, na kena po, jena mësu me po, që gjinia femrore në përgjithësime ka me aprinën të marketingu, jo gjithmonë meshkojt, fusha jo nuk kanë fush e veshër me thonë, nuk kena pas konkurencë, e kena gjetë këtë fush pa konkurencë edhe po vazhdojna me konë pa konkurencë. Po të marrë parasysh që me cike që video jeni kjo treshja e famshme tash të Laurenti edhe Fitimi, po shpesher të shojmë që ke video të shumëta dhe me fytyrat ndryshme publike. Është vështirë ndoshta me... Ma shumë se 30, është numri i njerëzve i bashkëpunime me ftyrat publike, të janisë që për shëbetën, Bejta Jodlimoni, Buraku, Noizi, Blerim Destani, s'pa di kush jo, po një numër i madhë, nashta ma shumë se 30 ftyra publike, jem bo pjesë të videov mija. Kanë qenë gjithmonë shumë të hapër për me qenë pjesë e tëre, apo jo? Jo, nuk është e letë më përshtat në 2 antë. Edhe normal që njerëz i kanë specifikat e tyne, po folin njerëz, ftyrat publike, i kanë specifikat e veta që as dojnë më dok, edhe që dojnë më dok, edhe që ka bënë edhe që as bënë. Po prej ftyra publike që ka mas shoku, që është një prej shokëve të mi të ngushtë, është Finemi edhe me ta kom pas mas shtire me bashkëpunim. Ka qenë ndoshta ju i qasë shumë se për këtë video s'ta ka kuptuar skenarin kështu, apo? Jo që s'ma ka kuptu, po në forma, natyra e muzikës vetë nuk në kalon mullëshu shumë në humor. Edhe masane u duf me gjitë një asim me start edhe pse është video jam e dytë, ma e famshme për krejt video bashkëpunimi me Finimi.